صلوا على رسولنا محمد، صلوا على طبيب قلوبنا محمد، صلوا على خير خلق الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. يقول الله تبارك وتعالى في محكم كتابه بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله فقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. وقال عليه الصلاة والسلام الإيمان أن تؤمنوا بالله ورسوله. الإيمان أن تؤمنوا بالله ورسوله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره من الله تعالى والبعث بعد الموت حق. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. صدق الله العظيم وصدق رسول البلاغ الكريم كما قال. Ndërruar dhe respektuar pjesëtari, hamdi takon Allahu tebareke ve teala. Allahun sinqerisht e falenderojmë për Allahun që ditë në mbështetje kërkojmë salat dhe selamet për Rasulullahit alayhi salatu wassalam. Ma para, ma të herët, kur kam mësuar për mektebe në Kerçme, kush primar ka qenë do të di 33 shartë, primar. Se dhe shartë e kur rësë. Atër kur njerëzit e kanë shtërguar dhe të punë të shartëve, gjithë punët ka shkull barë edhe mirë. Kur njerëzit filluar, më tepër të zhitën dhe të kapër në basë logjikës, edhe të mendorit e tjere, duke kuptuar të si kur e mendoj njerëzit që fillon të dërirë. Po ka një mendja në fe, edhe me të marrë me mendën, atër ajo punë ka devijuar edhe të shkojë edhe ma keq. Kur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shpjegoi lejletul Mirajit, kur ka bërë lejletul Mirajit, ka lëmbruar të thonë mbranë në kanarë në Hamam edhe kam shku në Bejtul Muqaddis. Qabe në Palestinë, Mekke, Palestinë. Nuk e ka lëndruar për Ameri se ka qenë në lanë të qimë. Sefte në ka arë të thonë se njërës të fillojnë të thonë kada kishte i filloj të reje për toke, ka filluar edhe për Havaje në të në të tjetë. Për Ameri e Bobekri nuk ka qenë ati, e Bobekri nuk ka qenë ati. Ka shkuti se ka thonë, a ke dëgjuar se për Ameri në Alejës e ka bartur për Burat, të të kishë vizituar vendin e shenjtën ditë pas Mekës, që ka qenë Mesjidul Aqsa, ka thonë, e konfirmon kem nga gjërë për Amerit dhe më të dëgjuar. Ka thonë e kam dëgjuar nga për Amerit. E Bobekri kishton, si kur të thotë për Amerit si janë gjitur në qiell lartë dhe kanë kthe prap, unë e besoj. Të ndëruar, nëse e keni një shok shumë të aftë, të doni shumë edhe ju beson plotësisht ju vërtet, ajo ti s'ka nevojë të ati t'i bëjsh bije, se eri të dojë, a ke thonë të ju sos punë, nuk presh punë, abe e sos në punë, se njeri kur ka shumë besim të ai nuk t'i shonë sa i mund t'a manipulohë. E Bobekri ka qenë njeriu i parë që ka pranuar Islamin edhe pse në raditje është i katërt. Tash i pari në raditje i katërt. Ka qenë Hazreti Atidje apo. Ka qenë Zaid ibn Harithi i ditë. Ka qenë Aliu radhiyallahu anhu edhe i katërt është Bobekri. Pse raditje i pari? Hazreti Atidje ishte bashkëshorte e Muhamedit alayhis salam. Hazreti Alia ishte rritur me pejgamberin, ishte i familjes së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Zaid ibn Harithi ishte punëtori i pejgamberit alayhis salam. Zaid ibn Harithi ka qenë fëmijë i adoptuar i pejgamberit, gati si djalë ka qenë.
Kështu ishte rrethonët se ai që se pati kur gjon, kur ai besoi rreth ditët për të parë. Nga 10 njerëzit të cilët janë të përgëzuar për xhenet, që shumë këtë kohë, 10 personat i parë është Abu Bekri radiallahu anhu. Edhe ka thonë pejgamberi sa ka shumë fjalë të tilla që ka thonë për sahabët, dhe asnjë sahabi duhet ne ta diskriminon nga të tjerë, por një e vërtetë është se disa sahabi janë ndalluar për disa tjerëve me vepra më të mira. Jo rastësisht ishin ata 10 persona të përgëzuar për xhenet. Çfarë ka të bëjë me Abu Bekrin që përfitoi këtë mos? Shtetë ku e morën në Abu Bekrin. Se ai është i përgëzuar për xhenet dhe e mor rrogën e Siddik, dhe ta pejgamberi se marrin imanin e Abu Bekrit me një anë. Dhe imanin e gjithë umetit Muhamedit sallallahu tjetër nuk do të peshon më shumë se imani i Abu Bekrit. Nuk do të peshon më shumë se imani i Abu Bekrit. Kur e mori notën, kur atë moment të gjoj për Abu Bekrin e tha, sikur ka të thonë të pejgamberi sa unë jam ngjitur lart në qiell me besoj se është i dërguar i Allahut. Biles dhe njëherë kur ka pas dhe një marrëveshje Resulullah sallallahu alaihi wasallam me persët dhe bizantët, dhe njëherë Hazreti Omeri jo që së shpajtuar me pejgamberin, por ka thonë në marrëveshjen e Hudejbis, kur ka bën marrëveshjen, këtë ka konë favorin e Mekeliva jo. Si ka thonë ata, kanë shkuar të pejgamberin. Ana Hazreti Omeri thotë, la Rasulullah, sikur e të prafta se këta lipin shumë, a nësi njën të nadhën për misent. E Abu Bekri qëllë tha, Omer, qetësohu se kjo është i dërguar e Allah dhe ki e di ma mirë se ka bërë. Të ndërruar, njerëzit e mençur, kur japën propozime, na duker në fillim se nuk janë përshtatshme. Por ata i njerëzit të mirë dhe kanë vizion shumë të lartë për momentin nuk na duket përshtatshme. Ama kur na ikin, kur na shkojnë njerëzit e mirë, atër ne i kërkojmë mbrapa bile këto abe që këtime bon, ati që të kemi bon ata. Njerëzit me vizion. Kështu ishte vizioni e Abu Bekrit për Resulullah sallallahu alaihi wasallam. Ta shkërën për civil një ishte. Inshallah ta'ala, ligjeratën që do ta inkuadroj para josh dhe që do të vazhdojë këtë cikle ligjeratës të tilla, të lloj të tij, kërkimi i begative e të mirave prej Allahut, prej të lajkeve, kërkimi i begative prej njerëzve të mirë, prej Kur'anit, edhe prej vetëve të shenjtë, edhe të mundohemi që ti filtrojmë disa kërkime të begative që nuk kanë dobi për tyre, a datë një çështje shumë freskët. Nuk din të lexojë Kur'an dhe të kërkojë begative e Kur'anit, po blejnë ename. Ename di kush janë ename, të rritë e di, ename të vjetrit e di, ename. Dhe Kur'ana të vërgji, për di, bëjmë prej lehti, për di, ka gati nuk diktohen gjithë, u avarin fëmijëve këtu, u avarin të gjepi, e përton e varin të këndi tjetër. Kur'ani nuk është lodhë, për të fëmijët e prekë të shumë. A fëmijë e boti pa pasër, a shkëm gazën, e bën disa gjona që duhet, po ti në moment që i e flet, edhe i paktudeshëm sa të ki. Pashën vështirë, ose është të vështirë, dhe njerëzit çfarë kanë thënë, imani tjetër të kalonin në, sa i vendon se çashtohen. Begatia e Kur'anit, që nuk kemi temën së përsa prapë, është në të lexuarit, studuarit dhe praktikuarit e tij. Begatia e Kur'anit e tjera është në të lexuarit, në të kuptuarit dhe në të praktikuarit e tij. Nuk ka begatia jo vetëm ajetul kursi atë varet, që keni varën rave ka varën vetë. Ajetul kursi e varën rave. Nuk ka në për rave. Jo ne varën mure që ka varën. E marë, që të ka varën këtë ju në kursi, ajetul kursi duhet lexohet apo. Amën e Resulit e fundit të Kur'anit, këtë i gjë. Nazariat, ajet leri, këtë ju në gjithë. Janë ata të punë shia të i përdorin shumë sofi të i përdorin, njerëzit neglijent që kanë metër shumë bravo. Muslimanët hakikat, ata Kur'anin e lexojnë,
Kur'anin e kuptojnë edhe Kur'anin e praktikojnë. Sot do të na bërë nisë më tepër kërkimi berative dhe kërkimi berative nga melekët edhe kërkimi mbrojtja prej gjinëve dhe prej shejtanëve. Mund të ndëruar më të revoltuar në mektep para 3 javë, para 3 javë, në stefën më ravesh, shumë më të revoltuar. Do të ngrej iniciativë personale, kam shumë pak fjallë në organet kompetente që do të kujdeset për ta. Ende në shtrihen mësim dhënës që të konkretizoj gjinin, që fëmijët të duhet t'i infektojnë dhe fëmijët që unë mësonja fëmijët për me lajket. Kishë marrën temën për me lajket, me lajket gjinët, që të më thonë, i shpjehore. Në fëmijët më një reagun, shumë fëmijë ngretën bishën të adhoshta të shkolla, të shkolla mësa matematikën, të shkolla mësa fizikën, të shkolla mësa batin, informatikën, kompjuterin. Mos më infektoni fëmijët, sikur në kohën e komunizmit, që na dilte një arsimtar, edhe më shëranë, edhe dilte talë të me Allah, dhe ku është e Allah, që veqin kur gjëmon të i thote një fjallë shumë të keqe, kanë dëgjuar veç të minë. Kur gjëmon të di, e na i thote një fjallë, unë nuk e thanë, ju e keni kuptuar gjithë. Edhe ne si fëmijë kemi qesh para për ma, se ne e kemi ditë se ajo është i titu. Se kemi ditë se fëmija kur të vinë me këtepe me ndonë hoqë është më i ditur jatë. Edhe e gjënë hoqër, dhe gjithë jo për hoqër fëmija e merë. Në shkollë, fëmija e mëson dhe gjënë mësusin, mësim dhënë. Se ajo di se ajo është i tirur për atë punë. Edhe nëse e infekton hoqër, e infekton fëmijën gabimisht, a i qëto edhe të tjetë e gabim. Nëse a gjërë infektohen në zasit gabimisht, edhe ato dhe të marrën të tjetë e gabimisht. E këtonë kjo në dama vere, këtonë s'ka me laqe, këtonë pjona ta, s'ka me laqe. U këtonë fëmijë s'din të argumentër, po po din fëmijë të argumentër fëmijë të kam mësuar, se ka me laqe, ata numri tjere shumë i madhë, pre me laqeve, të më thonë, i mësojnë se me laqet janë krijesa të padukshme, ata janë të krijuar nga drita, ata nuk hanë as nuk pinë, ushqimi i tyre është zikri për mendja Allahut. Shumë prej melekëve zikrin e kanë të ndryshëm prej tjerave, disa vetëm subhanallahu thonë, disa thonë elhamdulillah, disa thonë Allahu akbar, disa thonë la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, disa thonë, çdo zikër që është në prezentën tonë, këtë zikrin ne i bëjmë në namaz të zikrin. Kur e nisim namazin, Allahu akbar, dhe kur e përfundojmë me duat në gjithë namazin, këtë kjo janë format e zikrit të namazit. Dhe me lajket që i bën ibadet Allahu te bareke ve teala, i bën në shumë lloj formën, disa i bën ibadet Allahu vetëm në kam i bën ibadet Allahu, disa i bën ibadet Allahu vetëm në ruku, disa i bën Allahu ibadet vetëm në sejdë, disa i bën Allahu vetëm në teshehud, rajullu në teshehud. Kështu janë, ne që e falim namazin, e falim në gjithë format e me lajkeve, në gjithë me lajket, numri tire shumë i madh, namazin ne, një namaz që e falim, me tire gjatë, është i barabart, i kompletuar me gjithë zikrin në me lajket. Edhe një gjatë si harifësim, një mishë dhe me, gjithë pe Amerit Allah kanë farë namaz, pre Ademit e Resam, drejtë e Muhammed Mustafa, por në format të ndryshme. Resulullah namazin pe Amerit e Resam ka qenë forma e kompletuar, gjithë formati i Hazreti Ademit Nuhu, Sali deri te Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, edhe jemi të privilegjuar se ne falim një namaz për namazeve nga krejt pejgamberët që e kanë falë. Edhe ende të kemi në mesin tonë, që tashure që duhet të mirët hatë konkret se ajo e keqja infektohen njerëzit. Edhe kështë, por me argumentuar ata nuk mund t'ja argumentojnë, edhe fëmijë tonë argumente është, po si është e se si shokë. Edhe unë me fëmijë mund të ashtë shokë. Ne gjithë jemi njerëz të mobila, a jemi gjithë mobila.
telefoni ka varë, do të kete varë, do të kete rjetë. Unë fëmijëve vetëm një shembull adash, unë thash nëse fëmija në grupin tuaj që i kemi grup fëmijë, e nuk shkoj informim. Assalamu alaikum të nderuar nxënësit dhe nxënësit. Kur më shkoj fëmijëve dhe prindërve, e thash po shkoj me shkronja të mëdha. Vallë, shkronjat në telefonat e gjithë prindërve tuaj kanë ardhur me shkronjat e vogla më të mëdha. Nëse unë jes nuk ja kam di pika, vallë, mos vjen te telefoni juaj me pika. Jo, dhe do vinë me pika, pa pika. Nga zoni ju, ka shkuar gjitha të shkronë. Bila në gjo tjetër ka hala ma e madhe se kjo. Fotografia komplet e itje ku ke qenë, me të dërguar prej këto më njerë në diqizoj, e bo një foto, me njerë pas disa sekundave, shkon taj komplet fotografia nëse ke qenë të hapur gojë se ke të. Ashtu si ke dalë. Ashtu të ta bëjmë me lajket, kiram, në kërë t'i binë, di me lajket, do t'i registrojnë veprat e njerëzve ashtu sikur i shohën, atë për analizë, do të analizojnë Allahu te bareke ve teala, a janë bo për Allah se janë bo. Ata e kanë detyrim me argumentojnë me shkruajnë ashtu sikur e shohën. Pas te ka një shumë e madhe. Hajde, se në kjo nuk bie. Ka shkruar shkronja, ka fluturuar diku. Ata ecën diku. Po, shkenca e ka vërtetuar se ata në përmes rjetëve, baleve, rrezeve, kodurësi, ata ecën seriozisht bën 1000 kilometra edhe kthehen prap, edhe zëri i barabartë, që shkë një kisa, një voron. Nëse unë surën të këndon dhe një gjisë, nuk vëmë se të të historia. A më kjo e të ka e shqipë ka shkuar, muslimani, njeri i teknologjisë, nëse në kishton para 50 viteve, se ne mund të flasim e njeri me kamerë, shone, ato thonë ti a jenë vetë, por kjo në bënë regu, që ti rejë njerëzit. Në tonë se zëri im të qkoj e deri a qërë të të bine pra, edhe dyve kjo që është live direkt, sekonda është pite, sekonda. Ta shë një sekundë gjisë, varë për varë. Po madhështinë Allahu te bareke ve teala, sa pak ne që mendojmë që madhështinë Allahu që e ka mbush dhe stërmbush Allahu te bareke ve teala me melajke. Melajke në prishtë të si gjumë, banorët e tjetë. Melajke që banorët e tjetë. Ato banorët e tjetë, lartë, ata ka në shtresën e partë, katit e partë në tjetëve, ata ka në mesin e qdo katit të tjeve, ato të katit të partë të tjeve në rorin e vetë në apostafat që e kanë për të arrutë, të ditit, të tretit, të katit, të pestit, të gjashtit, të shtatit, mësë nëne, është uji në kupolën më të lartë, që uji, oqeani, edhe është arshë Allah që batët nga merejke, është bejtur mamuri, quhet bejtur mamuri, qabja ditë në qejtë, në moment, hinë për të vakë 70.000 dhe më dhëkurie rejtë e pra. Numri me lajke në shumë i ma, begatit e me lajke në shumë të dhe. Kush e përjeton ata se jetë të ti, dhe gjoni mirë, sa done që të mbrone, për mbrojtë se më të mirë që Allah të bareke ve teala, ne e ka mundësuar neve që të bëjnë, janë me lajke që i mbrojnë njerëzit nga dëshimët dhe shejtanët. Një argument për argumenteve, këtë bonja qdo herë për të shkipë këtë punë. وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ. Allah e ka stolisur qiellin e ka bërë stori. Edhe me gjithë ka stolisur qiellin, storia e qiellit është me hije. Dhe pastaj thotë ata njerëzit i kemi bërë për stolisë, i kemi bërë për orientim njerëzit, ka do të orienton, ka do të shkojnë, se ka vete, se nëse nuk janë njerëz, mund të orientoni, me kalektiv, edhe në to. Edhe kemi bërë për atire, pra, të më thonë, edhe me lajket dhe që mbrohen, me lajket gjuaj, e ke bërë shputje të jere për do të në. Shputje e jere për të shikë në thoni, a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Ajo është kur ata du të marrën informacione dhe të binë informacione të parakoshme, që të ndodhë
atër me lajket i gjurën ata dhe i djegën shejtanët, edhe i shkatrën shejtanët. Edhe gjinët ekzistojnë, edhe shejtanët ekzistojnë, Allah të nëmbron nga gjinëve, Allah të nëmbron nga e keqja e gjinëve, Allah të nëmbron nga e keqja edhe njerëzive që bashkëpunojnë me gjinët. Allah të nëmbron nga e keqja e njerëzive shejtanul ins, njeri shejtan. Ai i cili arrin të komunikon, ai i cili arrin të bindje, ai i cili është ndërmjetësues i gjinëve shejtanëve dhe u bën njerëzve. Allah për tillë të nëmbron. Ma herët i kanë haxhuz. Ata të cilët kanë merak një gjopë e zvese njëzë. Kënë fenomene që ekziston me si tonë, Allah të nëmbron inshallah ta'ala. Mësë të përmi, jam tjetër inshallah ta'ala do t'i kuadrohemi për cilësitë e lajkeve, për cilësitë dhe dobitë e lajkeve që janë të dobishme për jetën tonë dhe vazhdojnë në ciklet e ligjeratave të mund të keshme inshallah ta'ala. Lusim Allah subhanahu wa ta'ala, Allahu inshallah këtë të sotit, i të leshëma e bëtë ditë madhe, për me ashtu të kur është vetë ditë e madhe, ditë më e madhe e kësaj çmoj është Allahu inshallah të na falë mëkatet e javës që kemi bërë pa dashje. A nëse dim që diçka që kemi bërë pa dashje, me lidhje me Allahu te bareke ve teala, inshallah